Kapitulli i 5. O vëllezër, sa për kohën dhe për orën se kur do të ndodhin këto gjëra, nuk keni nevojë t'ju shkruaj, pasi ju vetë dini mirë se dita e Zotit do të vijë siç vjen vjedhësi natën. Kur t'ju thonë kemi paqe dhe siguri, atëherë mbi ta do të bjerë papritur shkatërrimi. Ata nuk do t'i shpëtojnë dot dhe do të vuajnë si gruaja në dhimbjet e lindjes. Por ju, o vëllezër, nuk jeni në rësirë që ajo ditë t'ju zërë në befasi si vjedhësi. Ju të gjithë jeni bij të dritës dhe bij të ditës. Ne nuk jemi as të natës, as të rësirës. Prandaj, të mos flem si të tjerët, por të vigjilojmë dhe të jemi të kthjellët, sepse ata që flen natën dhe ata që dehen natën. Por ne, me qenë se jemi të ditës, le të jemi të kthjellët, duke veshur besimin dhe dashurinë si parzmore dhe shpresën e shpëtimit si për krenare. Perëndia nuk na caktoi që të vuajmë zemërimin e madh, por na caktoi që të marrim shpëtimin përmes Zotit tonë Jezu Krisht, i cili vdiq për ne. Kështu, kur të vijë ai, edhe nëse vigjilojmë, edhe nëse jemi duke fjetur, do të jetojmë bashkë me të. Prandaj ngushëlloni dhe ndihmoni njëri tjetrin për t'u rritur në besim, sikurse edhe po bëni. Tani, o vëllezër, ju lutemi t'i vlerësoni ata që Zoti i ka ngarkuar për të qenë drejtuesit tuaj, që ju shërbejnë me mund dhe që ju këshillojnë. Çmojini dhe nderojini me dashuri për punën që bëjnë. Jetoni në paqe mes jush. O vëllezër, ju bëjmë thirrje t'i qortoni ata që nuk jetojnë siç duhet, t'i ngushëlloni zemër lëshuarit, t'i ndihmoni të dobtit në besim dhe t'i jeni të duruar me të gjithë. Kini mendjen se mos ndokush ja kthen dikujt të keqen me të keqe. Gjithmonë kërkoni të mirën për njëri tjetrin dhe për të gjithë. Gëzoni gjithmonë. Lutuni pa pushim. Falenderoni për çdo gjë, sepse ky është vullneti i Perëndis për ju përmes Krishtit Jezu. Mos e shuani flakën e Shpirtit të Shenjtë. Mos i përbuzni profecitë. Shqyrtoni çdo gjë, mbani atë që është e mirë, hiqni dorë nga çdo lloj ligësie. Vetë Perëndia i paqes ju shenjtëroft plotësisht edhe gjithë qenia juaj, shpirt, mendje, trup qofte pa qortueshme kur të vijë Zoti ynë Jezu Krisht. Perëndia që ju thiri është besnik dhe do ta bëjë atë që ka thënë. Vëllezër, lutuni edhe për ne. Përshëndetni të gjithë vëllezërit me puthjen e dashurisë vëllazërore. Ju përbetohem në emër të Zotit që kjo letër t'u lexohet të gjithë vëllezërve. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju.